Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e gjithçkaje, i cili është pa fillim dhe pa mbarim. Atë e falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut të lartë madhruar për çdo vepre të keqe që kryej me dije apo pa vedije, atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhruar në këtë fe madhështore, nuk ka askush që ta privojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtoj dhe orientoj për në rrugën e drejtë. Vërtetoj dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe vërtetoj dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta i dërgojmë mbi më të mirin e krijesave. Mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhruar na tregon në librin e tij fisnik ku na mëson se si duhet të jetë përfundimi jon dhe si duhet të jetë gjendja jon gjatë gjithë jetës kësaj bote deri në mbarim të jetës kësaj bote, ku thotë i gjithë pushtetshmi: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojuni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqertë, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu t'i friksojeni. Dhe mos t'ju gjej vdekja vetë se ju duke qenë pra në fen e vetme të pranuar tek Zoti, në fen e vetme të saktë, pra vetë se duke qenë islam musliman. Thot përsëri i gjithë pushtetshmi: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Zotit dhe kur do herë shprehni të drejtën. Flisni të vërtetën. Gjithmonë, edhe në qoftë se ajo është kundra jush. Gjithmonë duhet flisni të vërtetën. Se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu ka për t'ja u përmirësuar çështjet e juaja. Ka për t'ja u korrigjuar punët tuaja dhe dijeni se ai i cili i bindet Allahu xhele xhelalu dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai njeri ka korrur një fitore të madhe. Të nderuar besimtar, Allahu i gjithë pushtetshëm, po ashtu dhe i dërguari i tij, Muhamedi alayhi salatu wassalam, na i kanë treguar rrugët, na tregojnë për mirësitë që e mbartin atë njeri i cili i kryen me rigorozitet të plot urdhëresat dhe ndalesat që i ka vendosur i gjithë pushtetshmi. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon ne se cilët janë ata besimtar apo cilësitë atyre besimtarve, të cilët në botën tjetër përveç se do të jenë të shpëtuar dhe të qetë, por se do kenë një përfundim shumë të mirë. Dhe kush më mirë se i gjithë pushtetshmi, krijuesi ynë i madhërisëm, Allahu subhanahu wa taala na i përmend cilësitë e këtyre besimtarëve ku në librin e tij fisnik. Në surën El-Anfal, Allahu i gjithë pushtetshmi në fillimet e kësaj sure na tregon ne për cilësitë, sifatet e besimtarëve, të besimtarëve të vërtet, të atyre besimtarëve të cilët e shitën këtë botë për botën tjetër. Dhe thot i gjithë pushtetshmi: ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah ujilat qulubuhum. S'ka dyshim se besimtar të vërtet me kuptimin e plot të shprehjes janë ata të cilët kur u përmendet Allahu, krijuesi i gjithë pushtetshëm, atyre ju rënqethen zemrat. Zemrat e tyre rënqethen nga kujtimi i fjalës Allahu, nga emri Allahu. Ata janë besimtar të vërtetë të Allahu. Sa herë që dëgjojnë
emrin Allahu Dhul Xhelal, atyre u rëngjethen zemrat. Po zemrat rëngjethen, nderuar vëllezër dhe motra, nga përmallimi. Ato zemra që rëngjethen kur përmendet emri Allahut, janë ato zemra që presin me përmallim takimin me gjithë pushtetshmin, i cili meriton gjitha lavdet, Allahun Dhul Xhelal. Takimin dhe gëzimin më të madh që do të përjetojë muslimani pas hyrjes në xhenetin e amshueshëm. A ka gëzim më të madh se sa hyrja në xhenet? Padyshim që ka. Dhe ai është takimi me gjithë pushtetshmin, kur ta zbuloj perden e tij dhe do të përshëndesi banorët e xhenetit me selam, Esselamu aleikum. Por se banorët e xhenetit nuk do të përgjigjen me përgjigjen që përdorim ne në dunja, wa aleikum selam, por do thonë Allahumma anta selam wa minka selam. Pra prej teje o Allah, ti je ai që e jep mirësinë, urtësinë, selamin, dhe prej teje është gjithë kjo mirësi. Pra këta janë besimtarët e vërtet që u rënqethen zemrat ku përmendet emri Allahut. U rënqethen zemrat se mezi presin me padurim takimin me gjithë pushtetshmin. Por se vazhdon Allahu i gjithë pushtetshëm ku na tregon për këto cilësi, ku thot: pasi përmendi që besimtarët e vërtet janë ata të cilët ku përmendet emri Allahut atyre u rënqethen zemrat, çfarë ndodh? Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur atyre ju lexohen fjalët e Zotit, ajetet e gjithë pushtetshmit, çfarë ndodh? Atyre u rritet imani. Ju shtohet besimi. Kur dëgjojnë fjalën e gjithë pushtetshmit të Allahut Azza wa Jall, Kur'anin famlar, e dëgjojnë me vëmendje, me frikë respekt, atyre u rritet imani, thot Allahu Azza wa Jall. Ju shtohet besimi, sepse besimi është si puna e robës, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, që vjetërsohet, ulet, paksohet, ose ndrohet, ripërtërihet. Pra kur besimtari dëgjon ajetet e Allahut me vëmendje të plot, atyre u shtohet imani. Dhe çfarë ndodh më mbas? Thot Allahu: wa ala rabbihim yatawakkalun. Këta të cilët kur u përmendej Allahu ju rënqetheshin zemrat, dhe kur u lexoheshin atyre ajetet e Allahut, ju shtohej besimi, çfarë ndodhte? Ata tek Zoti tyre u mbështetën fort. Tawakkuli i tyre ka qenë u bë vetëm ke Allahu Dhul Xhelal, jo te krijesat. Lidhja e tij e drejt për së drejti me Allahun e gjithë pushtetshëm. Pra këta janë ata besimtarë, të cilët u mbështetën fort tek Allahu i gjithë pushtetshëm. Dhe vazhdon Allahu Azza wa Jall për këtë kategori besimtarësh, për cilësitë e tyre ku thotë: alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Janë ata besimtarë të cilët gjithmonë e falin namazin. Gjithmonë e falin namazin, asnjëherë nuk e lën namazin. Pse? Sepse namazi është i vetmi obligim që nuk ka justifikim siç ka agjërimi, të cilin po e presim me padurim, apo siç ka haxhi, nëse s'ke mundësi ta kryesh haxhin financiarisht apo nga ana shëndetësore, do ta kryesh atëherë kur e ke mundësinë. Edhe nëse nuk ke mundësi ta agjërosh, se je sëmur apo në udhtim apo ke arsye që nuk mund ta agjërosh, atëherë mund ta agjërosh më vonë. Po namazin kurse si, je sëmur në krevat fale, nuk qëndrohet në këmbë, ulu në karrike, je në det, në anije fale, në vartë, je në ajër fale, kur do herë. Asnjëherë mos ta lësh. Asnjëherë mos mendosh që ta lësh namazin. Pra ata janë besimtarët, të cilët e falin namazin rregullisht. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dhe nga jo që ne i kemi begatuar, thot Allahu i gjithëpushtetshëm, ata japin. Ata japin gjithmonë, nuk janë dorë shtrënguar. Japin, e ndihmojnë xhamin, e ndihmojnë një medrese, shkollën, e ndihmojnë jetimin, e ndihmojnë fukaran. E ndihmojnë shtëpinë e Allahut, gjithmonë japin nga ajo që Allahu ju ka dhuruar, se çdo gjë që ne e disponojmë është prej Allahut të gjithëpushtetshëm. Askush mos mendoj se është merita jon. Ne kemi për detyrë vetëm të bëjmë sebepet, por se çdo gjë është për Allahut të gjithëpushtetshëm. Dhe e dini shumë mirë historinë e atij zullumqarit në kohën e Musait alayhis salam, Karunit, të cilin e përmend Allahu në librin e tij Fisnik, i cili ishte njeri kryenetsh, i cili ishte dhënë pas pasurisë së kësaj bote. Aq shumë pasuri kishte tubuar, aq shumë pasuri kishte, sa që e përmend Allahu në Kur'anin Fisnik, 10 burra mezi mbanin çelësat e thesareve të tij. Në atë kohë, 10 burra mezi mbanin çelësat e thesareve të tij. Dhe kur i thoshte popullit i tij, "Le të frah, mos u ngazëlle, o Karun, mos u mbur, se këtë që e ke ta ka dhuruar Allahu." Musa i rrifte gjoksin dhe thoshte, "Është në saj time kjo gjë. Kjo është sepse unë e kam tubuar. La të frah, inna Allahe la yuhibbul farihin." Pra mos u ngazëlle, sepse Allah nuk i don kryenetës ata që vetë mburren, vetë kënaqen. Pra ky nuk ktheu nga këshillat që mori, po e kishte mendjen të bonte pare, të bonte flori, argjend, pasuri. Nuk i interesonte se si e fitonte, në halal, në haram, ja u ngushtonte njerëzve. Ju jepte kamat, lek me kamat, ja u ngushtonte gjërat, ja u shtrëngonte gjërat. Pra vetë se të merrte pasuri, ky ishte qëllimi i tij. Dhe sot fatkeqësisht shohim shumë njerëz që e kryejnë këtë, Zoti na fal dhe na ruaj. Edhe për muslimanëve, Allahu na udhëzoft, që është bërë mendja vetëm se si të fitojnë. Ja u ngushtojnë të tjerëve, sado që janë në hall ata, kanë problem, nuk i intereson fare vetëm xhepi i tyre. Kini parasysh vëllezër dhe motra, se do dalin përpara Allahut. Dhe ai i cili ja lehtëson një breng besimtarit, ja lehtëson Allahu brengat ditën e gjykimit. Mos e harroni këtë. Dhe kthehemi tek tema jonë, nderuar besimtar. Pra, nga ajo çka ne u kemi dhënë, tha Allahu, ata japin gjithmonë. Dhe çfarë thotë i gjithëpushtetshëm mbrapa? Ulaike humul mu'minuna haqqa. Këta janë besimtarët e vërtet me kuptimin e plot të fjalës. Ata cilët kur u përmendej Allahu ju rrëngjetheshin zemrat. Kur u lexoheshin atyre ajetet e Zotit, ju shtohej imani. Ata tek Zoti i tyre u mbështetën gjithmonë. Ata cilët e falin namazin dhe nga ajo çka Allahu i kishte furnizuar jepnin. Këta janë besimtarët e vërtet, thot Allahu. Këta janë besimtarët e vërtet me kuptimin e plot të fjalës. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Këta të tillët kanë falje të mëdha nga Zoti i tyre, maghfiret, falje gjunahesh. Allahu i pastron që në këtë dynja. Pra kanë falje të madhe nga i gjithëpushtetshmi. Wa rizqun karim, dhe kanë risk të bollshëm. Kanë bereqet të bollshëm, të mjaftueshëm. Këta janë ajo kategori besimtarësh, të nderuar vëllezër dhe motra, të cilët i përmendi gjithëpushtetshmi në librin e tij. Cilësitë e tyre, këta janë të shpëtuar ditën e gjykimit. Çfarë të kushton ty, vllai dashur dhe motër e respektuar, ti jesh një prej tyre? Çfarë të kushton ty ta marrësh ujin direkt në burim dhe jo ta marrësh në për degëzimet e tjera që është ndotur uji, është bërë pis, kur e ke burimin para syve tua dhe ti e lën burimin, ujin direkt në burim, po merr nga degëzimet që ka krijuar burimi. Pra bëu si këta besimtar, të cilët i përmendi gjithëpushtetshëm në librin e tij Fisnik, dhe do të shpëtosh. Ne kemi para, ne kemi mirësinë para syve tan, po nuk shohim.
Ne sillemi si ai njeriu i cili është i pashpresë në mes të shkëtirës, sepse ka kapluar etja e madhe në mes të shkëtirës dhe sillet e kërkon ujë, por në kohë që ujin e ka të ngarkuar mbi shpinë. Kështu është edhe puna jonë sot. Prandaj keni kujdes të nderuar vëllezër dhe motra. Allahun e lut na bëjnë për këtyre besimtarëve. Na bëjnë këto cilësi të cilat i përmendi i gjithëpushtetshëm në librin e tij Fisnik, e kulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. S'ka dyshim se të gjitha falenderimet janë për Allahun Azza wa Jall. Falenderimi më i madh është i cili na ka udhëzuar në këtë fe madhështore, se po mos ishte udhëzimi i Allahut, ne nuk do të ishim të udhëzuar. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut xhele xhelalu qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar besimtar, i përmendëm cilësitë e besimtarëve që do të jenë të shpëtuar dhe të gëzuar ditën e gjykimit. Një shans i madh është për ne që Allahu i gjithëpushtetshëm na jep me mirësinë e tij. Dhe ka ngelur dhe pak ditë nga ardha e mysafirit më të madh që mezi po e presim. Mysafiri i nderuar i cili na troket çdo vit në dyert tona, dhe padyshim ai është muaji i madhënishëm i Ramazanit. Është një mundësi e ardhur për gjithë secilin prej nesh, sepse është muaji i tjetërsimit, është muaji i begative të mëdha, është muaji i ndryshimit të njeriut, është muaji i afrimit të robit sa më shumë me krijuesin e vet, Allahun Dhul Xhelal. Është muaji i pendimit, është muaji i mirësisë, muaji i adhurimeve të mëdha, që unë lut të gjithë pushtetshmin na i mundsoj që ta arrim këtë muaj. Allahumma ballighna Ramadan, o Zot na i mundso të arrim Ramazanin. Prandaj le të jetë kjo lutje sa më shumë tek ju në sejdë, në ruku, kudo duke thënë o Zot na i mundso të arrim Ramazanin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. O Zot na e mundso Ramazanin, se nuk i dihet se si vazhdon jeta më mbas, se ndoshta sapo të dalim nga kjo derë e xhamis, mund të kalojmë botën tjetër, të ardhmë vetëm Allahu i gjithëpushtetshëm e di. Prandaj tani është momenti, është çasti i dur që ti bësh vetes qëllim që të paktën të ndryshosh tani që po vjen kjo mundësi e ardhë, që nuk u jepet të gjithëve, sepse sa janë larguar nga kjo botë dhe ju ka ikur kjo mirësi e madhe. Ti dhe unë je akoma prezent. Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë këtë shans, prandaj shfrytëzohen maksimum. E lut Allahun e gjithëpushtetshëm me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura absolute, na e mundso që ta arrim Ramazanin. E lut Allahun na bëj besimtar nga ata të cilët i përmendëm pak më parë. E lutim Allahun na drejtojë, na udhëzojë, na fali gjunahet, na bëj banor xhenetit më të lartë, xhenetit Firdeus. E lutim Allahun të ndihmojë të gjithë nevojtarët muslimanët kudo që janë ata. E lutim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar والتابعين الأخيار يا واحد يا قهار فاغفر لنا أجمعين.